Shiko, duhet kesh turp në fakt në radhë parë që dalësh të gënjesh bizneset, se qytetarët shqiptar nuk i gënjen dot. Bizneset të cilët sot po përballen me një mungesë. Vrejtje për fjalorin, ju lutem. Ti fjalor që më tha ministrja, i njëjti. Jo, fjala turp. I njëjti. Fjala turp duhet përjashtohet nga ky kuvend. Më vjen shumë rënd zoti kryetar, po më le ta përfundoj. Nuk është pjesë e etikës parlamentare. Zoti kryetar. Jo. Ju lutem se po më shpenzoni kohën. Fjala turp kur adreson drejt një kolegu nuk është e lejushme. Kështu që kryetar po më harxoni kohën. Herës tjetër vazhdoni. Kryetar, faleminderit. Çfarë do themi? Kushdo që gënjen qytetarët shqiptar, kushdo që gënjen bizneset, që nuk kanë votuar për të zbrazur këtë fjalorin jo etik parlamentar. Kushdo që gënjen, ju lutem, koleg. Si do ndërtojmë retorikën tonë? Kushdo që gënjen qytetarët shqiptar, kushdo që mashtron bizneset duhet ketë turp, sepse sot i gjithë sistemi është në kolaps. I gjithë sistemi është në kolaps dhe unë nuk besoj që ka krenari që sot akshi drejtohet nga një grup i strukturuar kriminal. Bizneset kanë me javë të tëra të cilët nuk dorëzojnë do deklaratat. Bizneset kanë me javë të tëra që përplasen me një sistem që nuk funksionon, me gjithë se shkojnë 200 milion euro shtesë në buxhet këtë vit. Bizneset kanë me javë të tëra që nuk dinë se si të raportojnë, kanë me javë të tëra që janë në subjekt i gjobave vetëm prej dështimit të sistemit tuaj. Secili duhet mbaj përgjegjësi këtu për ato që thotë, për ato që bën. Zonja Ministër, unë të sugjeroj, meru me punët e tua, mos i vendos fytyrën punëve të tjerve, meru me përgjegjësitë që ke vetë, sepse unë besoj ishe ke Ministria Financave, tregove se si u largove. Tani, çështja e sistemit të akshit dhe sistemit i Albania dhe njëkohësisht të gjithë sistemeve që sot kanë rënë prej arrogancës edhe prej përfshirjes së aferave kriminale në tendrat e akshit, besoj sot është njoll e zezë për Shqipërinë. Jo për qeverinë shqiptare, se qeveria shqiptare me kohë e ka marrë njoll zezë. Të drejtosh tendrat për bizneset nga një grup i strukturuar kriminal, nuk besoj që ka vend tjetër në të gjithë botën, se në rajon as nuk krahasohet. Faleminderit.